Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Huda wa bushra lil mu'minin. Tasin. Këto janë ajetet të Kuranit dhe të librit të kuptueshëm. Janë urdhërëfyes dhe përgzim për besimtarët. Pra ky libër, Kurani famlar është një libër i qartë, kitabun mubin, libër i qartë dhe i kuptueshëm. Fjalë e Zotit të Madhrishëm, që është mesazh dhe mirësi për këtë botë dhe për botën tjetër, që është solucion tibyanen li kulli shay, zgjidhje për këtë botë dhe botën tjetër. Udhërëfyes dhe përgzim për besimtarët. Pra, na udhërëfen, na tregon atë çka është e mirë për ne në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Përgzim për besimtarët, ata që bëjnë vepra të mira, që flasin fjalë të mira, që bëjnë punë të mira, se për ta ka të mira në këtë botë dhe në botën tjetër.